përjashtuar nga kjo që do them. Po e kam me gjithë të tjerët, po ju nuk jeni vetëm ndërtuese, ju çfarë bëni, po. Bëshaka, dua të them që në fund të ditës të gjitha shifrat që ne themi me krenari, rritja e prodhimit brendshëm që po i shkon drejt trefishit, qysh se ne jemi në detyrë. E morëm Shqipëri me më pak se 10 miliard, sot jemi 27. Rritja e të ardhurave për frym, që dhe ajo është më shumë se trefishuar dhe ne besojmë që do të arrijmë në 15.000 euro për frym në fund këtij mandati, e të tjerë, janë të gjitha të lidhura me punën tuaj në fund ditës. Dhe janë të lidhura me sakrificat tuaja, me përkushtimin, me mundin, dhe janë të lidhura dhe me familjet tuaja që ju mbështesin në këtë përpjekje. Kur njerëzit e shohin nga jashtë punën tonën këtu, po dhe tuajën, mendojnë që lumë si këta, ndërkohë që ju e dini shumë mirë që në fakt pa u ankuar, po puna është shumë sfiduese kur shkon në nivele të tilla. Dhe ju jeni bizneset mëdha, e keni nisur, siç e tha dhe Viktori, me pak, sot jeni bërë të fuqishëm, por kjo fuqi kërkon në të njëjtën kohë energji të jashtëzakonshme që merren nga jeta e përditshme. E them këtë për t'ju uruar vërtet çdo bekim dhe çdo të mirë familjeve tuaja, edhe për t'ju uruar që të keni shëndet familjarisht, edhe mos ju duhet asnjëherë të përballeni me probleme shëndetësore në familje, edhe patjetër për t'ju uruar edhe sukses të mëtejshëm. Suksesi juaj mëtejshëm është suksesi ynë, sepse ju do fitoni më shumë, ne do marrim më shumë taksa, më shumë të ardhura, edhe kështu bashkarisht do bëjmë punë më të mira, shpresoj. Në fund do ta mbyll me një episod interesant që më është kujtuar këto ditë. Një kolege që u bë ministre duke qenë deputete, pas një 3 muajsh thot sa herë ulem në tryezën, në atë pjesën lart të parlamentit, më vjen turp nga vetja, se kur isha aty poshtë mendoja lumë si këta që janë aty lart, po në fakt nuk pas ka qenë kështu. Kështu që edhe për ju vlen e njëjta gjë. Shumë kush ju shef si kulak, si gjakpirës, si oligark, se kam mësuar këtë fjalën oligark, por ju e dini vetë që në fakt jeta është më e ngatruar se kaq, edhe unë uroj që jetën ta keni kaq të ngatruar dhe jo më të ngatruar. Kështu që gëzuar vitin e ri, vitin e paqes fiskale. Edhe paqe, por mos harroni kur një gjë. Të gjithë janë të rëndësishëm, po më të rëndësishmit janë ata që punojnë për ju. Edhe çdo gjë që ju hiqni prej tyre e keni në llogarinë e ferrit ku do përfundoni. Faleminderit.